Tash kemi arrit këtu të vendi Ronjës ku Skënderi ka ra dëshmor. Në qenë duke shku për Dugazhin, zonë Dugazhinit, ndim Mushë Radinit. Tash me shkretori. Hadi tira kaşni. Nderuar pranishëm, shumë të respektuar familjarë të dëshmorëve të Skënderi Xhepi e Fitim Diraku, ju familjarë të dëshmorëve tjerë pranishëm, veterani invalid trupës, nderuar ndërtimtar çështjes kombëtare. Jemi këtu për të satën herë për të nderuar kujtimin për shokët tonë dëshmorë të cilët në rrugtimin e lirisë me 21 janar 2099 hynë në përjetësi pikërisht në këtë vend këtu, duke lënë pas vetes ndere krenari, duke lënë pas një rrugtim në denjë për advetarët e devotshëm që nuk kursyjnë asgjë për të mirën tonë të përgjithshme. Fillimisht ju lut që për të nderuar dëshmorët Skënderi Xhepi dhe Fitim Diraku të qëndrojmë 1 minutë në heshtje. Lavdi. Ne gjithmonë kemi pse ata janë vetë lavdia, janë vetë historia, për arsyeën e thjeshtë sepse në mënyrë vullnetare të vetëdijshme, të bindur se rrugë tjetër për shtirimin dhe bashkimin e tyre shqiptar nuk ishte përveç se luftës armatosur, dhe në këtë luftë armatosur natyrisht që ka edhe terren, ka edhe gjak, ka edhe sakrifica, dhe ndër sakrificat më madhore është jeta, e cila është e pavlerë nëse jetojmë në robëri. Për të thënë disa fjalë rastin në këtë përvjetore, lus kryetarin e komunës Smaj Latifi, ish komandantin ton, për disa fjalë. Të nderuar familjarë të dëshmorëve të kombit, të herojit Skënderi Xhepi, komandant Hekuri, këtu i ka edhe trashëgimtarët, e ka Altinin, e ka vajzën, ka motrat, po ashtu e familjarët të dëshmorit të kombit Fitim Diraku, janë motrat, vllau, Nipa Mbesa, veprimtar çështjes kombëtare, Bacaj Sot, Dervish Shatrak, Bacaj Smet, Plak, ju familjarë të tjerë të dëshmorëve, përfaqësues të organizatave të dala nga lufta që majnë me bashkëpunëtor, bashkëpunëtar pranishëm këtu. Këtu ne sot jemi bashkë edhe me strukturat ose me bashkëpunëtorët, me kolegët nga komuna Rahovesit, me nënkryetarin, kryesuesin, drejtarët e drejtorive, asamblees, gjithë ju pjesëmarrës. Populli shqiptar ka kaluar gjithmonë nëpër periudha të vështira gjatë historisë së vet mira vjeçare. Kjo histori ka qenë e mbushur me dhimbje, me gjak, me vaj, por edhe me krenari. Dhe mbi të gjitha këto fatkeqësi kombi ynë ka mbijetuar. Brezat e shumt i kanë dhënë e i kanë kushtuar lirisë sa dheut gjithë mundin për kushtimin e gjakun duke bërë që para lirisë sa dheut mos llogaritet asgjë, madje as jeta, siç është dëshmuar edhe me 21 janar të vitit 1999. Edhe Skënderi Xhepi e Fitim Diraku ishin të vetëdijshëm për vështirësitë që mund të hasnin në rrugtimin e tyre për liri. Nëse historia përbëhet nga faktet dhe faktet përbën jetën e një njeriu, atëherë mund të thuhet me plot gojë se Skënderi Xhepi e Fitim Diraku që ndër ata djem që me veprimtarinë e bujshme adhetar dhe aktin e rënjes së tyre në altarin e lirisë e shkruan vetë historinë e jetës së tyre. Nëna Kada e babai Murati me vështirësi të mëdha i rretën dhe i edukuan 5 fëmijë, 2 djemë e 3 vajza.
Skënderi ishte fëmia i dytë dhe njërin nga ata që me përkushtim e ndershmëri jetoi, punoi, u shkollua dhe u vu në shërbim të çështjes sonë kombëtare. Skënder Xhepi herët u antarësua në lëvizjen popullore të Kosovës dhe gjatë gjithë jetës do të qëndroj vertikalisht e stoikisht në shërbim të lirisë e të bashkimit të kombit shqiptar. Për arsye të këtij qëndrimi të fortë, shokët e quajtën komandant Hekuri, që ishte edhe nofka luftarake, nofka identifikuese e tij gjatë luftës. Atëherë kur kombi ynë u mobilizua për të çliruar viset e pushtuara nga slavët, Skënder Xhepi ishte në krye të kolonës së çlirimtarëve. Rrjedh nga një familje mirë njohur atletare, nga e cila ka ndalë burra në zë që gjithmonë i ka ndalë zot vatonit. Kulla Pajazit dhe Shaban Mrasorit, katragjish dhe stërgjish Skënderit, ka qenë e njohur në këto anë, sepse në këtë kull janë mbajtur tubime me rëndësi kombëtare nga krerët më të njohur të kohës si qeshin Is Boletini, Bajram Curi, Sadik Roma i Gjurgjevikut e të tjerë. Prandaj Skënderi qëndronte mbi një taban të fortë kombëtar. Fitimi, si nxënës i shkollës së mesme, në Krusht të Madhe ishte vetëm 17 vjet, kur ju bashkua turmës së revoltuar të protestuesve që kërkonin liri, të cilëve pushtuesit gjakatar serb ju pren rrugën me hekur e me zjarr në fshatin Brestoc. Aty ranë 4 dëshmorë: Nesimi Elshani, Agron Fetahu, Halim Hoti, Elmi Krasniqi, mirë po fati kishte ruajtur një tjetër lavdi për fitim durakun. Fitimi ishte në grupin e parë të furnizimit me armë nga Krusha e Madhe. Mos harrojmë faktin që ai ishte i angazhuar në kuadër të lëvizjes kombëtare për çlirimin e Kosovës bashkë me shumë shokë e veprimtar krushian. Ishte aty pra ku në fushën e nderit ra dëshmori i kombit, pra në momentin kur ata ishin në Shqipëri dhe po ktheheshin me armatime në frontin e luftës, në fushën e nderit ra dëshmori i kombit Din Koleci nga fshati Kishaj i Hasit. U bë bashkë me nipin e tij Xhelal Hajdën, komandant tonin, pas ristrukturimit të ushtrisë shërimtare të Kosovës në Reti, pra pikërisht në vitin pas shtatorit të vitit 1998. U emrua zëvendës komandanti policisë ushtarake të brigadës 124 Gani Pasharizi, detyrë që e kreu me shumë përkushtim. Me 21 janar të vitit 1999, 27 vjet më parë, derisa po kryenin një nga detyrat e caktuara nga komanda brigadës 124, ndeshen me një prit të organizuar të forcave pushtuese serbe pikërisht në këtë vend, pra mbi fortesë. Këtu fitoi përjetësinë Skënder Xhepi, ndërsa u plagosën në rënd fitim duraku tash dëshmorja Dheut, Xhavit Elshani, komandant Leopardi, i cili po ashtu ka qenë një veprimtar dhe luftar shumë i zoti, dhe Mustafa Bajraktari, që të dy pra veprimtar bashkëluftar që u përjetësuan në kujtesën tonë e të brezave që vinë pas luftës, pra ushtrisë shërimtare të Kosovës në kushtet e lirisë Kosovës. Fitimi luftoi me vdekjen deri me 4 prill të vitit 1999, ditë kur u rëndit në vargun e gjatë të dëshmorëve të kombit shqiptar. Jeta ati që jetë kushtuar atë Dheut me tërë qenjen. Nga kjo luftë kombëtare për çlirimin e trojave etnike, Skënder Xhepi e fitim duraku me shok, dolën fitimtar. Lavdia dhe nderimi ju takojnë atyre që i dhanë kësaj lirie gjak, mundet djerës e para së gjithësh atyre që ranë në fushë betejë të lara me gjakun e bijve e bijave më të mirë të këtij kombi. Lavdi e përjetshme komandant Hekurit, Skënder Xhepit, e bashkëluftarit, veprimtarit ti, pra fitim duraku dëshmorit atë Dheut, komandant Fita, dhe të gjithë të rënëve për liri e bashkim kombëtar, kudo që ranë në fushë betejë, pavarësisht në cilën periudhë të luftës për liri ranë ata. Lavdi e përjetshme. Gjithë rekrytarën e komunës Malin, gjithë me kabinet, gjithë të fejni, na me Skënder Xhepin, kemi pas kontakte të vazhdueshme. Aty në Mrasora kanë një bazë shumë e fuqishme e ushtrisë shërimtare të Kosovës, edhe ata i kanë marrë lidhje me Dugaxhinin, po edhe në Asian Odreni kemi koordinu
punë nodën e Skënderit Xhepi tashi mratit plakit tu plakon, edhe kemi sulmu një punë fam keq në Kramovik, që i ka zgjat 14 orë, mirë por nuk kemi pas vrarë. Ata kanë pas shumë, edhe atë punë tani vazhdimisht e kemi sulmu edhe mirë. Dohan këtu është Skënderi iniciator bashkë me stafin, se në brigadën 124 ka qenë, e njo shumë mirë, mas lasëm sa hera konë dërnosën Raskov, mirë po ko fitimin, që një djallë të ri e njo shumë por gjenerat me islamin a konë, edhe ka dhanë kontribut në maksimum me Krushan, aty një lavdi u koft familjes që i kanë përgadit, që i kanë rrit, prind, që ku kemi edhe këtu djallin e dëshmorit, pritimin e shumë tjerë, mas me paskon që ata, këtu shkinia konkret, që ata i kanë hek, lavdi u koft, inshallah e gëzojnë gjithë pak, deshe të ri, edhe njëherë lavdi u koft. Skënderit Xhepit në Mrasor, që tani është shndruar në shtëpi muze, edhe me 3 qershor në ditëlindjen e tij, vjet të paktën e kemi organizuar një aktivitet. E besoj që edhe këtë vit do të ndodhe njëjta gjë, do ta vizitojmë atë shtëpi, sepse shtëpitë e Mrasorit nuk kanë qenë vetëm shtëpi banimi, por kanë qenë edhe baza të UÇK-s. Për faktin se ka qenë një arterie shumë e rëndësishme e lidhjes së rajoneve të UÇK-s, prandaj djemtë dhe burrat e Mrasorit e kanë kryer me nder detyrat e tyre ndaj atëut. Një ndër ta është edhe Skënderi Xhepi me shokë të tjerë natyrisht. Nëse nuk kemi diçka Skënderit. Mashallah. Faleminderit që sot jeni bashkë me ne në 27 vjetorin e rënies heroike të dëshmorëve Skënderit Xhepi dhe Fitim Duraku. Gjërat e mëdha të arrihen kërkojnë rrugë të vështira të kalohen. Populli ynë ka qenë i gatshëm gjithmonë të kalojë nëpër rrugë të vështira vetëm për të mos nënshtuar. Lufta nuk ka qenë rruga më e vështirë, por ka qenë rruga e vetme për të arritur lirinë. E sot kur ende i vuajmë pasojat e luftës, po e vuajmë e po e përjetojmë edhe një padrejtësi të madhe, gjykimin e luftës tonë shtirimtare. Uroj që ky vit t'i jap bulën në sytë e botës dhe besa në sytë e disa shqiptarëve që lufta jonë ishte e drejtë dhe e pastër. Respekt dhe mirënjohje për çdo luftëtar të UÇK-s, lavdi e përjashme për dëshmorët e fundit. Lavdi po. Faleminderit shumë që na e përkujtove edhe një moment shumë të rëndësishëm, sepse lufta qëllimtare është akti më madhor i një kombi dhe ne nuk kemi pas zgjidhje tjetër përveç se ta bëjmë këtë luftë, edhe për fatin tonë të mirë kemi dalë fitimtar. Pavarësisht çfarë flasin, çfarë thonë të tjerët, historia i demonton sepse luftrat qëllimtare gjithnjë janë lufta të drejta dhe nuk duhet gjykohen dhe as të paragjykohen. Ka raste kur disa njerëz jashtë këtij grupi natyrisht na thonë se po kushtojmë shumë kohë, po humbim shumë kohë, duke u marrë me përkujtimin e të rëndëve dhe me aktivitete të tjera përkujtimore, po them se nuk është asnjëherë e tepërt, për faktin se gjithë këto përmendore, këto varreza dëshmorësh, janë historia jonë, është harta jonë e madhe e historisë, cilën ne duhet ta nderojmë, sepse nëse nuk e respektojmë ta cilët kanë luftuar dhe kanë rënë, ekziston rreziku që historia të na përsëritet, por në versione akoma më të tmerrshme dhe më tragjike. Ne dimë se shqiptarët kanë humbur gjithandej toka, kanë humbur territore dhe shumë njerëz kanë mbetur edhe pa varre, edhe njerëzit për qindra vite me radhë nuk e kanë ditë se ku i kanë. Tani ne e kemi një fat mirë, sepse Kosova është e lirë, ne e menaxhojmë me pasuritë e këtij vendi dhe mbi të gjitha duhet ta kemi parasysh se çdo hap që bëjmë, çdo frymëmarrje jona është shumë e rëndësishme, duhet t'i përkujtojmë këta burra, nga se asgjë më shtrenjtë se jeta nuk ka, por mbi jetën është liria, cilën duhet ta çmojmë, ta vlerësojmë vazhdimisht edhe t'i shërbejmë asaj çdo ditë. Vetëm në këtë mënyrë mund ta ruajmë nderimin dhe kujtimin për dëshmorët. Lavdi Skënderit Xhepit, lavdi Fitim Durakut, lavdi të gjithë dëshmorëve kudo dhe kurdo që kanë rënë për çlirimin dhe bashkimin e trojave shqiptare. Kjo ka qenë odë e ka bo lokal, pasi tash odët nuk po ka më njerëz me najtë gjatë dimit e përshëndetje një bosh. Ku je mali? Qështë ka mali? Hajde.
Inshallah e gëzoni e shkon marë. Thash bashkë me familjarët dëshmorë, veprimtare, kush ka qenë të bim. Hajde bukurosha. Valloja si hera. Ezët. Ai konehet këto.